Armando Xhini, trofeu i lojtarit të ndeshjes, besoj që është kënaqësi edhe që Vllaznia fiton me tepër. Shumë kënaqësi e madhe, me thënë drejtën, falenderoj tifozët që kanë ardhur. Edhe shokët e mi kanë dhënë maksimumin në fushë. Besoj se nuk e meritoj veç unë këtë, po gjithë ekipi meriton një nga ky trofe dhe shpresoj të vazhdojmë kështu. Mungumet në Durrës ndaj Teutës për arsye të kartonit. Keni pritur me shumë ankth të ndeshje, me gjithë keni pritur për të riqenë në fushë. Me thënë drejtën, më ka keq se mora atë karton, po kam besim te ekipi jem, e dërguan ndaj Teutë se jena ekip i fortë edhe veç të vazhdojmë kështu. Pjesa e dytë, vuajtja e dytë ndaj Vorës. Vujtëm, është edhe Vora s'ka që më hub do me sulmu, por besoj që kemi kënë kompakt edhe kolekt në rapa dhe arritëm të i marim 3 pikë. Çfarë të veçantë që pasush kishte kjo fitore sot? Është një fitore shumë e veçantë, vazhdimësia, ndihmon për vazhdimësinë edhe motivon edhe më shumë. Disa fitore, por edhe mbrojtje e fortës pa prekur. Duket se kjo është diçka shumë pozitive për skuadrën. Shumë pozitive, po gjithçka fillon nga sulmuesa, si na ndihmojnë pressing, mes fushor, gjithë ekipi ndihmojnë njëri tjetrin edhe dalin bukur. Shumë shpejt jeni në transferin tjetër në Ballç për Kupën e Shqipërisë. Si po e prisni? Një ndeshje e vështirë në Ballç, gjitha ekipet që kanë luajtur në atë fushë nga pas lehtë, ti marrim ndeshje për ndeshje dhe shpresojmë t'ja dalim edhe atje. 7 ndeshje rrallë që Vllaznia fiton, do të vazhdoj kjo ecuri pozitive e skuadrës? Ne po i marrim ndeshje për ndeshje, t'japim maksimumin edhe shpresoj që po, të vazhdojmë. Nuk mund ta mbyllim pa e pyetje për dedikimin e këtij trofeu. Dedikimin gjithë skuadrës.